Sot ose më së voni nesër, Ministria e Financave do të nisë dërgimin e letrave deri te 15 banka komerciale europiane dhe botërore, si dhe deri te institucionet financiare për të parë nëse do ta financojnë hekurudhën e shpejtë në vlerë prej 1 miliard e 910 milion euro. Thirrja do të zgjasë deri në fund të muajit. Sipas ministres së Financave, përveç vendimit që ministria e saj të dërgojë letra brenda 5 ditëve të punës, në seancë qeveritare është prezantuar edhe dokument që përmban arsye të detajuara pse banka duhet të mbështesin këtë projekt. Вие велите немаме, јас имам некакви информации. Ве молам, прашајте во Министерството за транспорт. Јас не сум министерот кој што го прави проектот. Јас на влада сум добила информации, ме задолжиле, тие информации ги разгледала целата влада. Колективен е орган во одлучувањето. Ние сме си ги кажале нашите видувања по однос на информацијата која што сме ја добиле и врз основа на тоа понатаму не задолжиле да си продолжиме постапка во прибирање на податоци. Përndryshe në dokumentin ku kërkohen ato para nga bankat, argument kryesor është se kjo hekurudhë shpejt ka rëndësi strategjike, jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për BE, si nga aspekti i transportit, ashtu edhe nga aspekti ekologjik. Theksohet se 1 kilometër do të kushtojë rreth 8.8 milion euro, apo nëse llogaritet ndërtimi 200 kilometrave hekurudhë me 2 kursi, kjo do të kushtonte 1.76 miliard euro. Përgatitja e dokumentacionit të projektit bazë, mbikëqyrja dhe shpronësimi do të kushtojnë 250 milion euro. Me këtë, shuma e përgjithshme e hekurudhës do të jetë 2 miliardë e 10 milion euro, prej cilave 1 miliardë e 910 milion euro do të jenë nga bankat e huaja, ndërsa 100 milion nga buxheti i shtetit. Dimitrieska Koçuska thotë se në opinion është bartur gabimisht informacioni se ne kemi hyrë në borxh te Britania e Madhe. Прво не го земаме кредитот од Велика Британија. Навистина многу се изместија работите во начинот на кој што се комуницира. Ние склучуваме договор за соработка со Велика Британија, каде што британската експорт банка е таа која што ќе даде гаранција дека доколку не го враќаме кредитот, тие ќе го вратат во наше име, што во суштина значи нашиот кредитен рейтинг на некој начин го подобруваат за да може да добиеме пониски каматни стапки. Суштината и конекцијата помеѓу нас и Британската банка е во тој дел. Ministria e Financave mbetet në qëndrimin e njohur se ky borxh nuk do ta arrisë borxhin publik dhe se gjithçka është nën kontroll. Ajo bëri thirrje që të mos krijohet panik në opinion rreth kësaj çështjeje, pasi që kjo mund të ndikojë në normën e interesit që do të marrin për eurobondin e planifikuar për vitin e ardhshëm, me cilin duhet të kthehen 700 milion euro nga borxhet e vjetra.